që keni ardhur sot në një ditë jo pak të rëndësishme për endin tonë të botimeve në gjuhën shqipe, për arsye se do të merrni nga një libër si dhurat, nga një dorë, nga një mendje, nga një trup i vogël por me mendje të madhe shumë, e do ta keni kujtim. Është një ndër poetët më të mirë që ka gjallë kombi shqiptar, pavarësisht se nuk jeton në Shqipëri, pavarësisht se nuk jeton në Kosovë, pavarësisht se nuk jeton në Malzi, po jeton në një krah përbashkë trupit të madh kombit shqiptar, ne e kemi për nder që e botojmë. T'ju them drejt që në Maltezi 12 shkolla të vjeçare, 4 gjimnaze dhe një fakultet i mësuesisë mësojnë në gjuhën shqipe. Nuk ka një libër sot nxënësi malazes që e ka, e nuk e ka edhe nxënësi në gjuhën shqipe. Kjo është një arritje e mirë, nuk do të thotë se është gjithçka, por është një fillim i mbarë. Dëshira është e madhe që ky fillim të shkojë edhe më përpara, të shkojë edhe më tutje. Çdo vit ka 10 vjet që ne botojmë nga një autor. Ka 3-4 vite që botojmë nga 2 autor. Inshallah, sot i vjet kanë me kënë 3 autor. Sa ma shumë, aq edhe ma mirë. Këtu i kemi 2 autor, njëri është Gjahid Bushati, shkrimtari më i mirë për fëmijë që kemi sot në trojet shqiptare. Në librat e gjuhës shqipe dhe të tërësisë është 4-5 seri paraqiten. Edhe shkrimtari tjetër, Agim Vince. Agimin e kemi pas vetëm me një poezi me një domethënie të madhe. Një poezi që ka emrin Drilon. Drilon është djali i tij, edhe e pas kamën e marr, jetën e marr, edhe tan që vinë tjerë ta kenë të mbarë në fjalë. Çfarë na shtyu me botu këtë gjëra? Librat për fëmijë nuk u kushtohet gjithaq kujdes. As edhe tek ne atje. Me botimin nga Gjahid Bushati ne shtojmë edhe një kapitull të ri, si thush. E kanë prit me mjaft dëshirë atje, ata e kanë propozu, jo vetëm me programin, por edhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve ka dhënë mendimet e tyre unike që të botojnë këta 2 libra, edhe për Gjahidin, edhe për profesor Vincen. Të veçantë që du më theksu në këtë rast, është se libri i Vincës i kalon pak ata luhatjet që kanë të bashkësitë tonë. Për shembull, unë jam malazes, të partë e mi gjithë popa kanë kënë, janë 19 popa, brez mas brezi. Po flas gjuhën shqipe, kam kryer fakultetin për gjuhë shqipe, kam kënë në Shqipëri mësues i gjuhë shqipe, kam fillu shkollimin në Dragobi, kam kënë mësues. Atje kam fillu kur kam kryer fakultetin me Fatime Sokonin të Iraçit Feliç. Më ka me gjuhë shqipe në shpirt, edhe sot drejtoj moshën 77 vjeçare, gjithë këtë veprimtari që bëhet në gjuhën shqipe. E kam për nder, edhe do ta kisha më për nder më shumë librat më ndalë sa më të mirë. Për më ndalë librat sa më të mirë, kapem të shtyllat më të forta. Ja ku është edhe Agimi, një shtyllë shumë e fortë, që me librin e ri që na sjell sot, bjen për ne të gjithë me fjalë, po mendoj për gjithë lexuesit shqiptar, një diçka më të vërtet fort bukur. Nga njëra anë është falmi sytë të Homer, nga ana tjetër është poklonimi svojoçi Homer, me të vërtet diçka e bukur, dhe cilës do të synojmë të ardhmen, ku këto pengesat mos na ndajnë disa pengesa që na fusin në kamcën dikon ku duhet e nuk duhet. Tani, unë nuk do zgjatem më tepër, do ta falenderoj shumë autorin që ka pranuar me na dhënë të drejtën e botimit të poezive të tija shumë të bukura, me një autorizim shumë të fortë që më ka thënë, Dimitro, je i lirë, zgjidh e vën çat dush. Shtirë se thot në një shkrimtar sot se e unë jam shkrimtar, po pak me në mlejt në kuptimin e keq fjalës jenë atillë që jo mos më shkurto, jo mos më hek, ajo e më prish punë, ajo atje më prish punë. Agimi më ka thënë si burrat, se ku ke librin, hiq ç'a dush, rregullo ç'a dush, që librit na dal sa më i afërt asaj. Për këtë e falenderoj në mënyrë të veçantë atin. Kam qef që disa fjalë përpara jush ti thotë edhe profesor Agimi, edhe nëse ka dikush në një gjë me shtu se tana nuk munden mu thonë këtu, jo se unë e një ka herë, por mund t'i plesoni edhe mund t'jepni në një mendim. Ju falenderoj që jeni edhe unë. Tani
Para se të flas unë, nëse dëshiron dikush thot në i fjalë. Prej aty. Po don ha mikrofon. Prezantohu. Jam Lirim Alia nga Tetova, merrem me shkrime, letërsie kam pas gjithmonë në gjak, por ri në Itali. Dhe këtu në Panahir kishte kohë që nuk kisha ardhur. Dhe befasia e mirë e këtij Panahiri ishte pikërisht kjo, shtëpia botuese e Zotriut, që pastaj edhe ajo tjetra me radhë që takohem pas shumë vitesh me ish profesorin tim, Agim Vincent, dhe poetin e njohur, po me që mu dha fjala dhe mundësia të flas, më vjen shumë keq se për të folur për portretin, figurën e Agim Vincent, duhet të jetë kesh ka posedosh elekuencën, artin e të folurit e kështu me radhë. Megjithatë disa fjalë do i them. Unë i takoj një brezi që dikur nuk i lexonim librat, por i hanim. Kështu që ne si gjimnazist në Tetov, vitet 80, 82, 3, 4, 5, 6, ne lexonim, por dëshironim të lexonim edhe këtej kufirit që atëherë ishte ndaluar. Këtë mundësi në dha redaktor, më kujtohet, nuk e di, mos gaboj, ka qenë nëpërmjet profesorit Agim Vinca, në dha mundësi disa poet të njohur të Plejadës viteve 50 dhe 60 në i solli të rilindja dhe ne i lexonim edhe pse atëherë ishte guzimi madh të bëjë. Pastaj, në atë mes, në atë Plejad, ishte edhe vet Agim Vinca, poet i njohur, ne e lexonim me anxhe. Për mbledhjen e parë dhe të dytë, mund të them se atëherë se gjitha poezitë i dinin përmendsh. Pse e them këtë? Sepse poezia e tij, do marr një krahasim kështu, ndoshta edhe mund të jetë edhe jo aq. Për shembull, kur ishim të etur na dukej limonadë, poezia e Agim Vincës. Kur ishim të uritur na ishte mjalt. Edhe mos vazhdoj, kur ishte për guxim, diçka më shumë. Pastaj patëm faqe të kemi edhe profesor Prishtinë pas gjimnazit, takime poetike, gjëra të ndryshme, më thonë, gjithmonë unë jam rritur, ose jam bo ky që jam, duke e ndjekur se pastaj edhe Agim Vinca është i anës ta zonë prej shqiptarëve të Maqedonisë, që atëherë quheshin, ishin të rallë, edhe unë i kam thënë një miku tim, nëse do shkruaj poezi, do ta ndjek stilin e Agim Vincës. Jam munduar atë që kam shkruar edhe është i ngjashur pak a shumë, po edhe kjo unë me të vërtet nuk di çka shtoj, ndoshta e prova, por gëzohemi që të kemi, ju urojmë shëndet, veprimtari dhe jetë të gjatë për publicistikë dhe libra tjera kritik, edhe ato i kemi lexuar, stili i këndshëm, që meritojnë jo të rilexohen, po edhe të trilexohen, nëse më lejo ta them. Faleminderit poet, profesor, urime edhe juve ju përgëzoj për guximin që keni marrë, që kalon edhe në anën tjetër. Mirupafsh. Të flasë. Qatë shtiru që diploma dhe shkruar librin, apo ka lidhje me veprën në Iliada dhe Omerit? Në fund do të përgjigjem, do flasë edhe do të t'jap përgjigje për ty. Tani, unë që të mos e zgjas shumë, kam bërë një tekst shkurtër. Mos pari të dashur miq, koleg, ju falenderoj që keni gjetur kohë të vini në këtë paraqitje të librit, këtu në stendën e entit të teksteve dhe mjeteve mësimore të Republikës së Malizit, në mjedisjet e Panahirit. Ky projekt
zuri fill, një vit më parë, pikërisht këtu, në panairin e librit, në një takim me redaktorin dhe mikun tim Dimitrovin. Në bisede sipër, lindi ideja e botimit të një libri me poezi të mia në Podgoricë. Siç ndodh rëndom kur ke të bësh me njerëz të përgjithshëm e serioz, ideja u bë realitet. Dhe ja tani e kemi në dorë librin 2 gjuhësh me titull Falni sytë e tu Homera. Poklonimi oči svoje Homera. Nuk më takon mua të flas për poezin time. Atë e bëjnë të tjerët. Por megjithatë mund të them se në kohën kur poezia pothuajse është braktisur nga lexuesit, poezia ime vazhdon të lexohet, të pëlqehet, të botohet dhe të përkthehet edhe në gjuhë të tjera. Pra të komunikoj me lexuesit brenda dhe jashtë hapësirës shqiptare. Botimi i këtij libri në Podgoricë nga një institucion prestigjioz si enti i teksteve dhe i mjetëve mësimore i Malit të Zi është dëshmi e këtij komunikimi. Është kompliment për mua si autor që ky libër ka dalë në bibliotekën Urat, në të cilën janë botuar poetë si Zogovici, Radovan Zogovici dhe Mekuli, Esad Mekuli, 2 bardh të poezisë së popujve të vetë dhe të mbar Ballkanit. Ç'të them tjetër? Unë e kam filluar krijimtarinë si poet, për të kaluar më vonë te studimi i letërsisë dhe format e tjera të krijimtarisë letrare e shkencore, pa harruar as veprimtarinë intelektuale. Kur kam ardhur për herë të parë, kur pa të ardhur për herë të parë në Tiranë, në vitin e largët 1974, si pedagog i ri i Universitetit të Prishtinës, kisha të botuar vetëm një libër, për mbledhjen time me poezi Feniksi 1972. I pata marrë me vete 3-4 kopje dhe njërën syresh i adhash njërit nga shoqëruesit tanë, studiuesi letërsisë, po ja përmendi emrin, i cili të nesëmen, kur më takoi më tha, shoku Agim, duhet të jeni shërbëtori 2 zotrinjve. Unë atëherë nuk e dija se shërbëtori 2 zotrinjve është titulli i një komedie të komediografit italian Carlo Goldoni. Po mesazhi ishte që ju nuk keni ardhur si studiues, po duhet të jeni në shërbim të poezisë. Kështu filloi. Bas një kohë, poezitë e mia filluan të botohen të gazeta Drita, të revista Nëntori dhe të shtëpia botuese Naim Frashi, dhe kjo ishte një gëzim i madh për ne, ashtu siç ishte po ashtu gëzim i madh për kolegët tanë në Tiranë, nga Tirana kur botoheshin në Prishtinë. Ka kaluar gjysmë shekulli nga ajo kohë dhe numri i librave të mi është rritur dhe vazhdon të rritet, ashtu sikurse edhe i viteve të jetës. Por botimi i secilit libër është një ndjesi gëzimi për autorin, pavarësisht nga mosha dhe nga fama që mund të ketë. Dhe tani më lejoni të falenderoj pikë së pari botuesin, entin e teksteve dhe mjetëve mësimore të Republikës së Malit të Zi dhe redaktorin e librit Dimitrovin, i cili është kujdesur që ky libër të dalë sa më mirë në çdo pikpamje, edhe përmbajtësisht, edhe si dizajn, si e shihni edhe vetë. Të falenderoj përkthyesin tim, mikun tim Smajl Smaka, i cili për arsye shëndetësore nuk ka mundur të jetë sot me ne. Falenderoj autoren e parathënjes, profesoreshën nga Sarajeva, Hasnia Muratagi Tuna, e cila në tekstin e saj të shkurtër, por brillant, do të thosha, ka arritur ta kap thelbin e poezisë sime, sensibilitetin e saj original dhe mesazhin human. I falenderoj të gjithë ata që në çfarëdo mënyre
kanë kontribuar për realizimin e këtij projekti. Emrat e disa prej tyre janë në impresariumin e librit. Falenderoj posaçërisht kolegun tim nga Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave, profesor Ami Memushan, po edhe poetën Shpresa Kapisyzi, edhe shkrimtarin nga Shkodër Lotësja jon Gjahit Bushati, edhe miq tjerë nga Dëshevin, dhe në fund më lejoni që të lexoj një poezi shkurtër. Të vërtet desha dy, po me sugjerimin e kritikës sime të madhe, vajzës sime Dorotinës, do lexoj një. Kjo kritika ime e parë. Doja të lexoj poezin Balad për malin e thatë, që e pëlqen shumë Dimitrovi, edhe miqt nga Podgorica, po e lë ato, po lexoj poezin Ninull Dimri, pushtuar mbesës sime, Borës, e cila është tani studente, studion shkencat kompjuterike në Selanik, në një kolegj britanik, dhe poezia është shkruar 19 vjet përpara, kur ajo ishte në Djep. Ninull Dimri, mbesës sime, Borës. Fli, nuk e di apo dëgjohet, fli Borës, princesha e gjyshit. Mbylli sytë e kaltër, njëri liqeni Prespës, tjetri liqeni Ohrit. Dhe fli. Dimër është, e nata është e gjatë. Jashtë bie shi e flokon borë. Pikojnë streh e qati. Po ti fli, fli. Fli bijez, mos ki frikë, rritu e ëndëro. Le të turfulloj sa të doj matufi plak, e era qore le të bredh tutje të hu. Një ditë do të vi pa tjetër princi i kaltër. Dasmë e madhe do të bëhet në Dardani. Atë bot, unë, gjyshi yti fjetur, do të shoh botën me sytë e tu. Faleminderit. Dhe tani më lejoni veç një minut t'i përgjigjem pyetjes së zotërisë. Ky libër, siç e shihni, ka një titull gjatë, po provokativ. Bile njëri dje këtu tha titulli më i bukur në Panajir, ai potus është nga Kosova. Unë kam një poezi me këtë titull, Falni sytë e tu Homer. Është tu, edhe shqip, edhe në gjuhën malaziase, dhe poezia ime flet me gjuhën e paradoksit. Homeri ishte i verbër, po shihte më larg në kohë dhe në hapësirë së të gjithë ne. Prandaj, secili nga ne, në çast luciditeti, kthjellimi, kur ka pasë disa gjëra nuk i ka parë mirë, mbase, i drejtohet Homerit, falni sytë e tu, Homer, ta shoh në sy verbimin tim. Kaq, faleminderit. Mos deshe gjë. Gjahit Bushati. Po. Janë. Profesor. Aden me folti, me fol gjën. Mirë. Atëherë të nderuar miq, jam shumë falënderues ashtu si profesor Aglimi që keni ardhur dhe keni marrë pjesë në këtë event që për ne krijuesit, qoftë në moshë, qoftë dhe unë që jam më i vogël, është shumë i rëndësishëm dhe shumë jetik. Dhe këtë realisht nga bëri enti botusi Podgoricës, që unë gjithë ekipin që ka marrë pjesë në punimin e librit tim, me në kry Dimitrov Popovic, i falënderoj shumë edhe jemi shumë borxhli. Aq borxhli sa ndoshta nuk mund t'jua
sjellim nuk mundem do t'ju alajmë. Faleminderit dhe 100 herë faleminderit. Biseda ime me Dimitrovin që është iniciativë e tij, që ky libër të dalë, pra unë kam thënë një shprehje, unë prisja se do ma bënte Vellinia nuk ma bëri Dimitrovi dhe enti botus i Podgoricës. Tani Do shta tani vendindet tona kujtohen apo mos vdekjes. se kanë bërë më përpara. Ky është një libër përmbledhës i disa librave të mi nga krimtaria ime 50 vjeçare e dedikuar pothuajse në letërsinë për fëmijë. Pse ja kam vënë titullin Kush e zgjoj këngën e Zogut? Është një nga librat e dashur për mua që e kam botuar në vitin 1978. Edhe për një arsye tjetër. Ka qenë libri ma heka keq, bashkë me autorin sepse më shkëthyer rreth 7 herë. Pra një distancë kohet për të ripunuar nga ana tematike. Dhe fal një njeriut, një poeti të shquar që quhet Xhevair Spahiu, që fatim që e mori për recens, firma ti bëri që libri të botohet. Në të gjithë këto ndërime, une i vura titullin Kush e zgjoj këngën e Zogut. Realisht, sipas studimit tim, ekzistojnë në Shqipëri 4 shkolla poetike. Është shkolla Adelina Mamaqit, e Odisej Grillos, e Tasim Gjokutaj dhe Xhevat Beqarajt. Kosova ka 4 të tjera, ka të famshin Agip Deva, Rifat Kuka e Meral. Macedonia Veriut ka Feyzi Bojkun. Tani po kthejmë këtu. Unë i përkas shkollës së Xhevat Beqarajt. Pra, çka dua të them? Në vëllimin tim, po thuj se lirizmi është kryesor. Detaji shpeshher luan rolin funksional që ka, po shpeshher është edhe mikrofabul. Unë i përkas atyne autorëve që nuk bëjnë fabulat tronditse apo ta, por unë me magjin time, me lirizmin tim, mundohem të afroj dashuri, ngrohtësi, edhe një bisedim të qiltër fëmijëve. Dhe në këtë vëllim kemi 2 grupime, poezit lirike dhe prallëzat në vargje, që të gjitha këto kanë magjin e vetë faqe për faqe. Duke e mbyllur librin, apo fjalën time tani, po libri do të hapet, po një praktikën e profesor Agimit ju lexoj një poezi spakut me mjoftë si natyrë. Ashtu si profesor Agimi, edhe unë kam marrë vajzen. Vajza është ka kryer Akademinë e Arteve përpiktuar, edhe shumë libra të mi ka qenë edhe ka bërë kopertinën, po edhe ilustrimet. Unë kam një poezi kushtuar vajzës sime Eris, që e quajnë Kur Eris këndon, bijes sime duke i kujtuar fëmirin. Këndon Eris, zëri sa i embël i pastër, nata thot këndo moj dritë, se bëhem e kaltër. Këndon Eris, zëri saj i qete i shtruar, era thot me falë ca nota, te jeme gëzuar. Këndon Eris, zëri saje, gjane si një null, vala thot nuk mund të fle, kam edhe ca ullë. Këndon Eris, zëri saj, e pas ka një emër, hëna në rritë ëmbëli thot, ti këndo moj zemër, dhe merë këngëzën e erit lartë në qelli qonë, kënga merë dritën e yllit, qellin zbukuron. Shumë faleminderit. Në mbyllje. Faleminderit. Shumë parë, pozitivit.
Edhe njëherë dua ta falenderoj Dimitrovin. Shumë dhe shumë faleminderit për punën, për kujdesin, për urtësinë, për kompetencën dhe në finale edhe që me ka dëruar pak se na po e tjenë edhe pak të ka njohën punën tonë, por ky kishte madhështinë e zemrës dhe unë gjeta me rotësinë dhe dashurinë e tij. Edhe njëherë miku jem, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Dhe në fund, unë jam shumë i lumtur që jetoj në epokën e Agim Vincës, profesorit tonë të nderuar, i cili ka studime shumë të thekshme, shumë dimensionale që japin drejt letërsisë shqipe dhe është një poet, siç tham unë, brillant, në të cilin përdor, nuk e di sa jam i saktë, profesor më korrigjo, metaforën shumë shtresore. Dhe është produkt edhe në këtë libër. Edhe njëherë, faleminderit që unë jetoj në këtë epokë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani unë do ta filloj nga Dimitrovi, se është i brezit që studioi në Universitetin e Tiranës dhe që lidhi më pastaj Shqipërinë me Malinezi. Para ti ishte Zako Ferezaj ose Zaria Barović, njëhet andej, i cili studioi në Tiranë dhe ishin bashkë student. Ta djem, në fakt me Malinezi ne kemi pasur që nga lufta e dytë botërore kemi pas shumë intelektual malazez që kanë gjetur strehen në Shqipëri, në kohë të vështira siç ishte. Pastaj pas 90-s lidhjet u shtuan e u forcuan dhe është një fat që këta dje mundodhen në këtë shtëpi botuese e cila, siç e shihni, të gjitha këto i ka bërë duke thirrur autor shqiptar, po sepse këta e njihnin botën shqiptare. Tani meraku që kam unë Dimitrov është që pas jush, a do ketë të tillë që e njohin botën shqiptare, malazes që e njohin botën shqiptare se ju? Autori për pikë edhe pyeta, pas jush do ketë? Jo, është një fatkeqësi në fakt që as shteti ynë nuk dërgon në shkollat e Malit të Zita ose në universitete për të mësuar malazishten, as këta nuk dërgojnë me një fjalë, megjithëse flasim për integrime të tjera dhe po kthehemi te Agimi, miku im, unë kam lexuar për Agimit mjaft, po jo poezi. Më shumë kam lexuar ato shkrimet e tij, kritikat letrare e tjera, edhe përshtypja që kam krijuar unë, njerë na lidh diçka e përbashkët. Ne kemi të njëjtin konceptim për gjërat që ndodhin në hapësirat shqiptare. Kështu që shpesh herë komunikojmë me njëri tjetrin për këto. Për sa i përket pastaj artit të Agimit, unë mund të flas për anën gjuhësore. Agimi luan me fjalën, dhe prandaj poezia e tij lexohet. Domethënë, ky nuk merr ato fjalët që janë përdorur shumë me një fjalë, që janë bërë si ato qeskat e plasmasit që i marrin 20 herë në pazar. Ky e zgjedh fjalën, edhe ky e bën poezinë e tij shumë të pëlqyeshme. Pastaj ka dhe një tjetër që është guximtar në krijimin e fjalëve, dhe prej tij unë kam nxjerrë sa fjalë të reja që nuk i kam gjetur tek autorë të tjerë. Edhe prandaj është edhe i pëlqyeshëm dhe i dashur për lexuesin e pakt të poezisë, sepse siç e dini tani lexohet celulari. Në autobus, kudo me fjalë njerëzit lexojnë celular, nuk lexojnë librat. Rrallë shek ndaj nga kodrat e liqenit në një vajzë të re ose në një moshuar që është ulur në stolp dhe lexon libra. Domethënë libri na është larguar pakës, që është një gjë jo e mirë. Unë juve ju uroj suksesi dashur Dimitrov në bashkëpunimin me autorët shqiptar dhe ju dashur Agim, pen të lehtë edhe frymëzim që të shkruaj sa më shumë. Faleminderit dhe juve. Si ka mbyllin takimin që hapën, keni ndorë një libër që ka bërë një autor nga Macedonia,
ba përkthimin i përkthyes nga Kosova, nga Prishtina, që ka ba hymin edhe parathanin një profesoresh nga Bosnia, që ka një personazh nga Greqia të lash Homeri, që ka shtyp dikush në Malzi. Pra keni një libër nga ta në Ballkan. Se në sikur e ka botu ta në Ballkan. Urime për asaj. Tani kanë më marrë në firmë.